muaj kanë mbetur, 5 muajt e fundit. Po Domani ishte i Ramës, Domani dështoi Domani, mos e zgjasni më Domani. Domani e tregoi se ç'është. Ju kishit pritshmëri shumë të mëdha, avokat, ju edhe shumë të tjerë. Po, si të tërë, patjetër, sepse menduam që do bëhet diçka. Domani deri tani s'ka bërë gjë tjetër veç se ka shpëtuar Edi Ramën dhe Sali Berishin nga burgu. U është bindur katërcipërisht dhe bërdhenjë tjetër që u interesonte të dyve këtyre, dhe Salihut dhe Edvinit. U hoqi qafe Erion Velin dhe Ilir Metën. Dhe u hapi rrugën e Kangati. Shpresoj dhe njerë, po i drejtojmë si qytetar shqiptar, si jurist shqiptar, si patriot dhe si nacionalist shqiptar. I drejtojmë ambasadës amerikane, zonjës Nancy ambasadores dhe departamentit shtetit. Hiqni këtë klasë të urryer politike nga Shqipëria. Hiqni dhe nxirrni në dritë nacionalistët e vërtet, shqiptarët e vërtet, patriotët e vërtet që duan Amerikën dhe kanë ndërruar gjithë jetën dhe kanë bërë mira vite burg vetëm sepse kanë dashur Amerikën, ka shprehur dashurinë për Amerikën. Këtë lutje kam për ambasadoren amerikane. Avokat, duke qenë se jemi këtë bisedë, lejoni t'ju bëj edhe 2-3 pyetje tjera. E para kishim stërvitjen e madhe amerikane që erdhin në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë. Mos po përgatitet ndonjë hartë e re këtej nga Ballkani? Shiko, unë do t'i referohem deklaratave të zotit Pëllum Pilinci. Ai po deshin dhe dalë të më kundërshtoj, por nuk do t'a bëj këtë. Për arsye sepse zoti Pilinci ka thënë jam misionar i dërguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri për të bërë Shqipërinë natyrale. Dhe ditë për ditë dhe të zyra e Partisë Shpresa Demokrate ke hartën e Shqipërisë natyrale, Shqipërisë etnike, siç ka qenë në vitin 1878, kur ishte lidhja e Prizrenit. Këtë e besoj, sepse e thot një burr që ka sakrifikuar tërë jetën e tij për Shqipërinë, e thot një burr që ka 11 të vrarë të përshkatuar nga kriminalët e kuq në Shqipëri, nga hienat e kuqe, dhe e besoj që do bëhet kjo. Por pa ndihmën amerikane kjo nuk bëhet. Pra, kam shpresë shumë të madhe tek ushtria amerikane që është në Ballkan aktualisht dhe që është në bazën amerikane në Bond Steel. Shpresoj që do ta bëjnë. Avokat, kishit frikë që mund të kishte trazira në ndeshjen me Serbinë edhe mund të ishte fillimi i diçkaje të madhe? Dëgjoj, janë ndaluar protestat e dhunshme në Shqipëri. Pas nesër, datën 13, ne do dalëm në sheshin Skënderbej, pa dhunë, pa rëmuj, do dalëm dhe do mbështesim njëri tjetrin dhe do kërkojmë që qeveria teknike të marrë pushtetin. Vim tek ndeshja. Dëgjoj, po unë nuk prisja ndonjë tjetër nga ata sejmenët e Miloševićit edhe të Vučićit në Tiranë. Edi Rama, ky monster që po qeveris shqiptarët, bashkë me ata mostrat që ka mbledhur rreth e rrotullëve të tij, me ato konkubinat që drejtojnë qeverinë e shtetit shqiptar. Ore ne jemi për të qarë me llahin, ka thonë Tiranësit, ore. Po ta drejtojnë shtetin konkubinat e Edi Ramës. Ai burr, ai mashkull, se s'është burr ai. S'është burr Edi Rama. Të nxjerrë, të ndaloj të flitet këtu për UÇK-n dhe të vesh ai tifozi shqiptar një bluzë të UÇK-s, ndërsa në Serbi, kur vetë skuadra jon e ke në çdo cep të stadiumit Kosovo je Serbia, Kosova Shqipëri. E kuptoni, zotëri, jo juve, ju drejtojmë qytetarëve shqiptar, e kuptoni o vëllezër shqiptar se kush po na drejton? U ka mbetur në një fije se ndërkombëtare për të gjykuar